tyne. Kush? Domethënë vetë vendosja me Albinin edhe Bedri Hamza te PDK-ja. Domethënë është kandidat më i votuar. Numra që kanë marrë shumë brenda partive. Bedri Hamza ka më shumë se Hashim Thaçi? Po, i ka Bedri Hamza nëse zgaboj, i ka 171.000 vota e 911. Aktualisht pa numëruar. Sa i ka patur Hashimi? Hashimi ka pas 2 herë 160.000 edhe 166.000. Edhe Kadria ka pas 145.000. Domethënë aktualisht janë dy. Historikisht i bie Bedri Hamza të jetë më i votuari nga PDK. Nga Partia Demokratike e Kosovës. Kjo është shumë interesante, ha? Sadik. Se se kemi analizuar. Sadik të kapim befasi ke rolli. S'ka puna Sadik. Të kapim befasi. Qëto janë zonat në bazë të Kush ka më shumë të nga Liga Demokratike e Kosovës deri më tani? I ka Vjusa Osmani nëse llogaritet, i ka pas 2019 në kodët LDK-s 176.000, tanaj vjen Lumiri 145.000 ma pak se Kadria, po nëse Jo, Lumiri sa i ka patur më shumë ti tani? që tash i ka 145.000. Do thotë Lumiri nuk ka arritur ta merr rezultatin e Vjosës. Jo se Vjosa ka 176.000. Po Ramushi ka mundur ta merr rezultatin e Ramushit? I kom shiku në aktualisht, nuk i kam veç domethënë 10 ma të votumit. Jo, po shoj kështu Ramushit të kalumën edhe Ramushi tash, sa i ka? Nuk e... A ka arritur rezultat më të mirë ose më të keq? Shumë duke të konë manal shumë Ramushi. Nuk e kom analizuar. Albini ndërkohë që mbetet më i votuar. Albini po aktualisht është 5.000 mos gabofsha. 334.315. Po, më i Para votuar. Vjusës, domethënë Vjusa i ka pas 300.756, ka më votumja deri këto zgjedhje. Okej, hajde inkorporojmë pyetje pak, që ta mbyllim.